fusharës? Se quhet fusharës. Ha, më burr. Këtu a ven Edhe fushë da. Ledhën të ardhën. Nga kanë ardhë më shumë? Ka pasa arra, diko, arrës. Arra. Pra, edhe fusha edhe arra. Punë ka këtë në fusharës, dhe është një vend më i mirë se në asë vend tjetër për të pas punë këtë në fusharës. Punoj më mirë 200.000 lekë këto pa shpimi që ra, se punoj atje me 500, edhe shpime e pagu nuk kam asë lloj shansi më të mirë se këto. Po ti fol me mua, jo mata? Fol me mua. Unë ale thënë, ku është ne gomistofe? Po të ashtu, jeti mi ullë njerëzit, pa tha i ullim, tha këta rushët pa në tokë, po përse i keni marrë jo? Këta mu ullim ullin tokë, hishtë i gomen, hesin mas meje, dirin pazarë. Kjo është regulli. Unë ju të regova venin në vëshnet. Tani pukjanët si janë? Shkurt më abeti. Pukjanët janë besni. Aha. Ta. Kaq? Edhe burnor, po të thënë po të thënë jo. Jo. Mos u lë. Faleminderit për mirë kuptimin. Ti Ashtu poni si ka thënë Dirama. Po shumë e Dirama po këtë ka thënë. Edhe mos e mor Ta merr pensionin. Dhe me mush menën mu dhe me mush menën Sali Berisha thot, unë të nep 200.000 lek pension, 200 euro. Pse, sa dën ti? Sa dën të rritë prap? Sa dën? Sa ti punon, sa ti punon? Unë 400.000 i marrë. Ti e pra ma 400? Orda? Ti e pra ma 400? 400.000 i marrë. Ka thonë 200 edhe së përën hish. Edhe 1.500 misiojnë të mija gjdo muj. Sa mirë, bravo ju qopë. 500 nërë gruja pension. Pas ke lek ti mor burë? Pas ke lek ti mor? Po janë të mija, me kanë shu lek të mija. Në Amerikë kam qenë, gjithkun kam qenë. Bravo. Në eksportit kam punu 5 vjetë. Që pyte? Jam 81 vjeç, maj. Sa më? 81. Mashallah. Rritë zoti. Pse quhet fusharës? Se quhet fusharës. Ha, më burë. Këtu a ven edhe fushë da. Ledhën të ardhën. Nga kanë ardhë më shumë? Ka pasa arra, diko, arrës. Arra. Pra, edhe fusha edhe arra. Unë jem si origin nga Shkodra, po i di kretë. Ajde pak ti, ajde pak. Si ma të atë të kabashit? E thët ky. Si ma të kabashit?
në kabar edhe ata, lepej në dashë. A mos i ma thema thuaj. Pa da, në kabash, ka pjen Pa deli kabash, lepej pa. Kushën goja, në dashë se pan. Në kabash ka pjen delja pa dash. Ja, hige për... Allah, shnet. Je njësh. Të hige, ja, mi batë fare më sosës të. Po ti zovishti? Edhe, Jo, po unë përgati. së në në vendin të bashkë. Jo, A, ti je në punë. Unë jem që ku kam ta, që ku kam të Po ti që po nga shkodra. Më kanë lut në punë, afro me mu shmaginën, i thash shumë faleminderit që u qova dorën. Edhe unë kam punu me ta. Kam punu me ta. Në një person kam punu, i kam thënë, rruga a marë ju që. Unë se shkeli, një herë një jetë teme ja ka morë Partia Demokratike. E morë prej se Dul Nikolini, Dul Gjalivaj, kryetar bashkije. Se një jetë teme unë. Ti je me Ramën, a? Pa, përsa. Unë jam me Ramën e mu shuke, mu përbës. Ore, pritë se po më ngre nerva tani. Pse je me Ramën? Ti qatë ka bërë Ramën, më thuaj? është specialistaj. Për çfarë? është shumë ideolog. Shumë i mre. Të në onë. Për çfarë? Ma thuaj për çfarë? Më thuaj një, është për këtë, Lediona është për këtë, është për ata. Është shumë javë. Okej. Është shumë javë. Javë për të mashtruar popullin. Si? Javë për të mashtruar popullin. Për më mashtru popullin? Po. Çfarë mashtrimit? Çfarë ka mashtruar, më thuaj ti mua. Çka ka bo në Tiranë? Ha, çfarë ka bërë? A din çka ka bo? Çfarë ka bërë? A jeton në Tiranë? Po. A din që ku Çka ke ka qenë në bërë? Tiranë? Jo, unë shoh, nuk shoh vetëm Tiranë. Tiranë. Ti e vaj, zajene. Ti je të tërkuja, e u bashkësin vjeshe në ka do t'jesh. Ti je shumë e vogël. Lanën e manë në lanën ti? O ti zotri, nuk shoh flanën, unë si jeton Tirati. Si po refusharë, si qatë ka bërë? S'mungën me Tiranë e muhe. Tiranë, këtu qatë ka bërë? Sa dush ka bërë? Qfarë? Qa po më di interesën, mu kanë një mu fëmija mi. A, bravo. Tu të ndihmojnë fëmijët, ke punuar një jetë që ke të pensionin, a? Tiranën, ku shflet për Tiranën. Po jo Tirana, mos e... Nuk është... Më ka bo, më ka bo. Ku e ke paryllin, mo? E ka... Na. Asha të vend të mua. Digjo, e ka... Digjo. E ka bërë Rio Velia, jo Rama. Pa i ke se ka morë pare bëllaj. Unë kam po Amerikë, unë kam qenë të shpia Trumpit maj. A të me të nëzirë fotot si kam Po që ke bërë atje? Po kam një pa mesa, ma jenë një sot e 2 vetë. Ja, sa unë për këtohën. Bravo, po bravo. Po mu ma kanë do shpinë, të në të mija jetë e sisë. Hajde këtu t'ja, hajde ti pa ikën ashtu t'ja, qa jeti. Sa të mirë janë. I urta e, kur fle gjumë. Shi si të mos blokoni trafiku, shi qashtë. Dija, po... O, politika! A di që më thanë mua? Unë nuk me rëndësës. Po mi më flasin. Mua më thanë që ta marrë Berisha. Dija, mua më thanë do ta marrë Berisha. Pashë zotëm sa të e morë baba që ka vdek të 7 vjetë nëna. Për një orë më kam vdek baba nëna. A, janë da shumë. Në gjallë që në ta baba nënë, a i e merë. Në rëshin. Ashtu, a? Po, edhe unë kam ardhë me të dhënë ty makinën e shëtë kemë pasurin. Nuk e merë Berisha. Në që se e merë pa ajo e Berisha. Pra e ka milion, stër milion. Po pse me ndonë që nuk e merë? Po e merë, moja i Rama, është artiste. A i din mërë, e vash, merët me vajza, me nusë treja, me pensionistat, djau, din ata tramen të në Ore, po Basha, a ka gjasa Basha? Ja, ishallah. Basha është në ramen. Po. Basha me ramen. Këtu jam dakord. Edhe i mirë, që më pëlqen, shpirtnisht, më pëlqen ai, unë ashtë se një ka se di, asë të tjerë, s'kam me jetën teme, asë me ramen, asë me selin, edhe një pasha po në televizor, e si këtu e keja makinë lërgë. Se ka pas ka 200 bodyguarda. E i kam njerëzit që kanë punu në atë kohë, një pa mesa, sot kanë shku me voto në Edhe këtë ke qef ti? Ka ke qef? Ka qenë, më pëlqen, a gërë në shërë. Është i punëtor, flasin a punëtor, supermarshima. Ma më pëlqen se ka bërë bamirësi. Edhe ty, punëtor ka qenë. Elektricist në park kemi punu, i kësim të me këto.
Shtiti ti. Kush? Qëto, si e thoshe këtë ambjen. Është toka ti e veni ti e gjithë Ne jemi rritë bashkë. Pra që... Qenë keni vërtet të mirë ju pukjanët? Na nuk e zjargojnë një një tjetër. Për zotin jeni të mirë. Edhe plisni të dashur. Qa banë kërë? Që e kamera pshet? Jo, është kamera e plot, jo e pshet. Dhe gjë, pa hajde se fletë shumë mirë dhe unë kam shumë respekt për moshën tuaj edhe dua të mësoj nga ju, e kupton da I pyese dhe shë. Keni kaluar një jetë dhe unë mendoj që shkolla e jetës është më e rëndësishme se ajo shkolla që kemi bërë ne. Tota I tjetë t'ja plek. Por atë lekë, I more. Po së shleku të që e më bërë? Ti nesër më shtunë e më herë. Në kanal, për kësët kam ble si me të të ble një... Po ka plot që shiten. Pa, si ma një... Hajë më thuaj pronarin, se nuk... Ku e ke pronarin? Unë ju du gjitha tjerat e ju hecë të I shala, ku keni të shirën ju hecë po. Tani këtu me që se jam në Fusharës, jam tuaj dhe kur ju thash dhe shkojmë Fusharës, më tanë... Unë t'ju api kaj vape, keni arë Fusharësit, jam unë për I Fusharësit, edhe ju t'ju hecë puna si... Po më digjo, dhe I thash, do shkojmë Fusharës, më tanë, ma kujdesa sa atje njerëzit janë pak të vështirë. Jo, më ju qenë keni shumë të mirë. Tani do pim kafe aty? Nuk pa, nuk nga të s'man kush. Hajde pim kafe. Ndalesa e radhës në gjithër qarkun e Pukës është Fusharësi, dhe unë është herë parë që vi këtu, është herë parë që vi në këtë qark, sepse nuk e njoh. Pak më parë unë kam takuar dhe një zotëri pak a shumë ka fol për Fusharësin. Tani, ne e bëm të bashkë bisedim bashkë, pak më parë që dua të di. Unë e di shumë mirë që në çdo vend janë larguar edhe kanë vetë shumë pak këtu. Në bisedën që ne patëm bashkë, pse me shumë dashuri për Fusharësin edhe ti e vajzë për këtu. Tani, e vetë me ardhur këtu kush është? Unë për vedi jam në lerë në Fusharës dhe Fusharësin e kam vendlinjen time dhe mas një vend në botë nuk e në rrej. Pavarësi se avash gjona do rritën, do bahen dhe ma mirë, në punë shteti jam, dhe këtu ka punë fabrika minjera, janë fabrikat e ujtë, ka shumë... Pra janë 3 fabrika ujtë? Po, ka fabrikat e ujtë. Janë 2 minjera? Po. Dhe aty janë të punësuar njerëzit që jetojnë këtu? Po, ka punë ka këtë në Fusharës, dhe është një vend më I mirë se në asë vend tjetër për pas punë këtë në Fusharës. Do me thënë, më përpara ka pas shumë njerëz. Njerëzit edhe ikun, kanë ikë edhe për vite përpara, njerëzit kanë ikë në Greqi, jashtë në Gjermani e në vende tjera, ama dhe sot ikun se ikun, ti në tonë botën ikun njerëzit në kërbit. Ama këtu për mua është puna ka, një vend I mira, klima është, avash dhe gjë dhe rregullohet me kalimin e kohës duhet gjë për vit. Po dëgjoj, themi që njerëzit largohen. Unë shëtis gjithë Shqipërinë. Njerëzit largohen sepse nuk ka punë, sepse nuk ka shkolla, sepse nuk ka shëndetësi. Këtu ka. Çfarë I ka bërë ta njerëzit të largohen kur janë këto? Fusharës ka, kena dhe doktoratën e mirë, kena gjona shumë të mira. Në pronta I kena dhe doktorët tu. Për gjithçka I kena në dispozicion dumat nas më bazojnë. Po çfarë I ka bërë ta njerëzit të largohen? Po dojmë hik për shefet e vetare, ka dhe mahalle, ka në njerëz të smur, ka në gjona të tjera. Ka dhe njerëz që I për çe? Ka dhe për shefe, kanë ikë dhe ka herë nuk mund bëjnë këthim mrapsht, kanë bëjnë dokumenta gjona, kanë saju jetën dhe atje, ama investojnë për vendit e veta. A, kanë investuar? Po, edhe këto investojnë e bajnë, për shembull, për raste kështu, ndihmojnë njëri tjetrin për koncertet që bëhen një herë në vit, banë egrimtarët këto. Edhe bajnë investime këto. Ku janë larguar kryesisht? Në çfarë vende të botës? Ne thon drejtën ka në çdo vend. Fusharësi ka në çdo vend jashtë shteti. Në Europë, jashtë, në Amerikë, në vende tjera janë shumë. Pra këtu janë në 2 minierat e Bakrit? Po, ka minierat janë shumë, ka herë dhe sa vite që janë në prodhim punë këto. Edhe fabrika, po. Unë mendoj se unë për veti jam shumë I kënaqur me këto. Në punë këto, për Fusharësin. Sa minator janë afërsisht të punësuar aty? Themi një për afërsi, a? Mund të ketë edhe 100. Okej. Mund të ketë, përveç fabrikës. Po që është në prodhim tjetër. Fabrika ka, gojën, edhe 100 mund t'jenë. Në me thënë nuk tu, nëse dalë dhe pyesë, në Fusharës nuk gjej njerëz pa punësuar, a? Jo, në Fusharës I ka ma shumë se asnjë. Janë gjithë në punë? Kanë ma shumë punë, kanë janë edhe pa punë gra, për shembull, do vene ka, po,
Ama një pjesë e madhe është aktivizohet në punë burrat. Të lutem, ku bëhet adet këtu? A e mbyn dot këto? Edhe punën do të kërkoj, dhe puna pak a shumë se mana nuk Po të rinj ka? Më thënë... të rinj edhe ka, edhe janë do edhe në përpunë, po dhe ma shumë edhe kanik dhe. Kanik, po. Kanik për shumë shpia anej poshtë në Tirana nga nejna, po për të pas, ka punë me dish. Ka nga ta të cilët shkojnë të këto fabrikat e në të nësuar? Po, ka. Kanë. A do e ndrojë fusharesin me Tiranën? Jo, unë Tiranë isha dhe unë ishte i dhe. Unë si përse. Ti e vajzë këtu? Jo, po, unë jam lerë i në fusharës. Ama më pëlqen veni jam, edhe klima shumë e mirë, se çdo gjë ka dhe të mirë dhe të keqen. Patjetër. Mund të kesh legun në nej poshtë, po ambienti jashtë mandësh. Këtu e kena i fije ma mirë dhe klimat, tash, qaloj një fije gjana, se s'janë gjithçat, as kërkon mirë nuk e ka. Jo, për zotin më vjen mirë që ti e kënaqur me vendin tënd dhe më vjen mirë kur dëgjoj njerëz që thonë nuk dua ta braktisë vend sepse mua më jep i kam Jo, unë jam shumë mirë, unë jam lerë këtu edhe doktor, kam ikë edhe në Tiranë një periudhë, një vit e gjys, po unë më thënë drejtën u ktheva mbrapsht. Pavarësisht se ikën dhe fëmija, po unë kishëm qef këtu, pavarësisht se ishëm punë dhe atje, lash punë atje dhe erdha këto. Paguj edhe shtëpia me qerat, për ne jam vetëm... Ndërkohë që je këtu. Jam punë, punoj ma mirë 200.000 lekë këtu pa shtëpi me qera, se punoj atje me 500, edhe shtëpi me pagu nuk kam asnjë lloj shansi më të mirë se këto. Meqense je vajzë këtu, a mund ta di nga ka ardhur fjala fusharrës? Fusharrës, me kanë qenë hapë këto për punim drorit në fush, i qëtë si fush, drush, arës, janë bo fabrika e dronit, për punim dronit. Oke, nga kjo ka... Më shumë e ma kjo pjesa është. Njerëzit si janë këtu? Njerëzit janë të respektueshëm, këtu kanë edhe nëllën edhe bujarinë, kanë edhe respektojnë njëri tjetrin të mirën e të keq. Nuk keni nërë që ai e ka shpinë më të lartë, apo unë e kam... Absolut, ka riskën e vetë zë cili. Po që keni të mirë vërtet, jo? Ashtë ka risk. Apo bëni kodë se Jo, për zotën jo, pëse të bëj kodë? Kështë se cili ka riskën e vetë. Burin e ke nga fusharëse? Po jo, nga pak ma ndejna. Po pse ke marrë ande, pse ke marrë këtu? Po jo, këtu e patëm, po. Më tha pak më parë, tha, ata se ndihmë se ke ka që të plasë kështu tash, a e do vendin, po e duat, e tash fol për vendin tënd. Edhe pali. Faleminderit shumë për se vendi jam është vendi im. Normal, na çdo vend e pëlqejmë, a kupton, po si vendi im as kërkush. Si vendi yt nuk të bëhet as kërkush. Kështu që por nëse të thoni që hajde në Tiranë, për shembull, do kesh një rrogë shumë herë. Jo, unë gati po të tham me më afro 800.000 lekë në Tiranë me pagu dhe shtëpi, me bledh dhe ujë, mos më levërdis. Asnjë, unë vetëm me këtu ngop me ajrin, ngop me ujë. Natyrën e keni shumë të bukur. Sa aty shkon gati ma pa. Ma mirë i këtë, me në temë. Ajë mirë, ujtë mirë, për shvështërsi ka gjithkon, po unë për vetë jam edhe e knaqme. Për mu. Kështu që fëmija ka rrugë të veta, zgjidhin drejtat e punë të veta, familjen e vetë, po unë... Faleminderit shumë. Gjithashtë. Më në fund kam ardhur në fusharës. Sa shumë kam pritur. Kur kam thënë që do shkoj në fusharës, më ka thënë një kolege që Lediona tha është vështirta për të folë njerëzit aty, nuk e dita pse janë vështirta, kur kam shkuar unë e kanë pas shumë siklet. Gjithsesi, shoh që është një si qytet që në ka lezetshëm, nuk na ndihmoi koha që të bënim intervista shumë, por ajo që unë di për këtë zonë është se ka minierat e bakrit, nëse nuk gabohem, janë të punësuar mbi 200 minator të zonës, ka 3 fabrikat e ujit, ku edhe aty janë punësuar po banor të zonës, dhe kjo më bën të kuptoj që këtu mundësia punësimi që ka shumë e mirë. Por, nuk e kuptoj pse njerëzit janë larguar për këtu, se shumë janë larguar, edhe nuk e kuptoj këtë gjë, sepse nëse një vend të ofron punë, se ne themi që po largohemi se s'ka punë, po largohemi se s'ka shkollë, se nuk ka shëndetësi, ndërkohë që fusharësi ka këto. Dhe investime shoh që ka. Do me thënë ndonjëherë ne nuk dim se çfarë kërkojmë. Themi që hajde t'ikim sepse mjafton t'ikim edhe kaq. Unë do mundohem të marr intervista disa njerëz, tash që është pak e vështirë sepse edhe koha edhe siç e shohim këtu jemi në qendër dhe nuk ka shumë njerëz. Nëse janë të vështirë, unë do bëhem akoma më e vështirë për t'i marrë, por unë e di që
nëse takoj i bëj të ndjen lirshëm në intervistën që mund të zhvillojmë bashkë. Po marrim disa pamje nga fusharësi dhe më pas po largohemi nga Puka ose në fshatrat të tjerë, nuk e di si mund të shkojë edhe koha, por po e mbyll fusharzin këtu. Do me thënë, e kam nisur këtu, do ta mbyll me intervista dhe pasaj sa të dalë materiali, mos u mërzisni që të thoni që pse se bëre të gjatë, po pse kështu, po pse ashtu. Unë e kam thënë që materiale dalin aq sa njerëzit flasin. Për çfarë flasin, se si e shpjegojnë, është punë e tyre. Unë nuk e njoh zonën, edhe normalisht që unë bazohem tek ato që dëgjoj dhe tek ato që flasin vetë banorët e zonës. Kurioze jam pse quhet fush arrës. A ka pas arra, a ka qenë fush, a nuk e di. Por di të them që natyrën e kanë shumë të bukur. Jo vetëm fusharësi, gjithë Puka. Jam manitur me natyrën që kanë dhe ata njerëz që kam takuar në ato fshatrat e tjerë, njerëz shumë të butë dhe që e duan kamën dhe që i thonë të vërtetat dhe nuk kanë frikë fare. Shpresoj që të jetë edhe fusharësi kështu.